si mund të përcaktoni sfidën e nesërme? Vendimtare apo një sfidë e parafundit të kampionatit? Jo, sigurisht që për mua është vendimtare pasi janë 180 minuta të kampionatit. Edhe besoj që nesër ndahet çdo gjë kush është ekipi për kampion. Rikthimi në fushë pas një dëmtimi disa javor, një lajm i mirë për Iman. Po sigurisht e kam vojt shumë sepse më doli më gjatë se çfarë unë e prisja, por që fatmirësisht u riktheva dhe siç e tha dhe trajneri, unë ndihem shumë i lumtur që e tha dhe publikisht që kam bërë paraqitje të mirë. E kisha pak me siklet, me thonë drejtën, sepse kam nejt 2 muaj jashtë dhe nuk jam pak, por që fatmirësisht bërë paraqitje të mira dhe uroj ta vazhdoj edhe këto 3 ndeshje që kanë mbetur. Luajnë dhe i Partizani, skuadrës me sulme me të një, por që në fakt vllaznis nuk i ka shënuar këtë sezon. Është një avantazh? Sigurisht që ndoshta kjo s'ka të bëjë shumë, pasi nesër mund të jetë një ndeshje komplet tjetër, po që ne do bëjmë më të mirën tonë aty në mbrojtje me udhëzimet që trajneri do japi. Edhe uroj që Partizani ta vazhdoj këtë agjërimin me ne. Mohamed Hasani, një nga pikat më të forta të skuadrës së Partizanit, një favor më tepër për ju? Vlerat e Hasanit dihen, sigurisht këtë sezon ka bërë mjaft mirë, por që pa dashur t'ja ulim vlerat edhe sulmuesve të tjerë, si Çinarit që është skuadroni juaj, edhe juniorit. Unë mendoj që ne do bëjmë të mirën tonë nesër. Ato uroj që mos na shënojnë. Se të ndodhë që s'do na shënojnë, po uroj që mos na shënojnë. Luani në kryeqytet, aty ku jeni rritur dhe formuar si sportist dhe keni pasur bashkëpunime me këto skuadra. E keni paksa të vështirë? Sigurisht që kur los kundra ekipeve që janë të vendlinja ime janë pak të sikletshme, por që këtë pjesë kam kaluar tani jam më i mosh që thjesht e shijoj, ndeshjen e shijoj. Është diçka edhe ju besoj të ta shijoni, pasi është diçka e rrallë, kupton, 2 javë fara fundit nuk ndodh shpesh, pasi në Shqipëri ndodh që ekipet paktën vitet e fundit është shpall kampioni 2 ose si 3 ose 4 javë përpara, kurse tash jemi akoma deri në fund. Edhe mendoj që do ta shijojmë gjithë atë ndeshje nesër. Si është frima e grupit brenda skuadrës për trofe? Sigurisht e besoni? Po, patjetër. Patjetër, por derisa matematika na e lejon, është mundësia sigurisht që po, plus që është edhe kupa, po në ditën e diel kemi shanse shumë të mirë. Akoma edhe më të mirë se sa kampionati. Më duket pak më e thjeshtë atje. Këtu duhet ndalen disa ekipe, presim edhe nga tjerët, kurse te kupa jemi vetëm ne dhe Skënderbeu. S'kemi asnjë kundërshtar tjetër. Ka më shumë presion Partizani për fitoren nesër apo vllaznia? Unë mendoj që e ka Partizani, sepse Partizani kur është ndërtuar në fillim, është ndërtuar për ekip kampion, ndërsa vllaznia kishte objektiv Kupat e Europës. Tani përderisa shkuam deri këtu, pse jo mos ta tentojmë. Por që edhe po se morëm në brenda objektivit jemi. 99% Kupën e Europës se kemi siguruar, Kupat e Europës.